Ore, ju dhe mund të qeshni, po unë dëshiroj vetëm kaq t'u them, për aq sa njohun familjen Mojsiu. Kur e propozuat për president, duhet të ishit kujtuar edhe për një gjë tjetër. Duhet të ishit kujtuar se ai, përveç se është Alfred Mojsiu, është Mojsiu i tretë. Me këtë që ai bëri, ai tregoi që është Mojsiu i tretë. Këtë mos e harroni asnjëherë. Situata rëndohet dhe më shumë, zotëri, sepse Mojsiun dhe prokurorin e përgjithshëm, presidentin aktual, të cilin e kemi votuar me konsensus, nuk kanë qenë propozime të Partisë Socialiste, por kanë qenë propozime të Partisë Demokratike dje në opozit. Dhe sot në asnjë mënyrë juve në radhë parë nuk e takon të akuzoni për bashkëpunim me krim të organizuar. Një pyetje kam unë, kur u bën bashkëpunëtor të krimit të organizuar këta? Atëre kur vendosën t'ju thonë jo juve. Atëre kur vendosën t'ju thonë jo këtij. Zoti kryeministër është bërë si erojtari që i thotë të Zotit: popullimi i dashur të ka ngelur një mizë në ballë, prit ta rregullojon dhe nxjerr koburen. Mbrojtja që ju i bëni prokurorit nuk ka lidhje me prokurorin, por ka lidhje me klanin Gina dhe paratë drogës me të cilin u pasuruan udhëheqja juaj. Nuk ka lidhje me Sallakun, por ka lidhje me gjakun e skuqur të Rrugë dhe Tiranës, ka familjar tuaj, dhe që prokurori avokati krimit i nxorit pa fajshëm. Nuk ka lidhje me Don Sallakun, se atë nuk e keni për asgjë ju. Atë keni një ekstension të klanit të Zemunit, një kone të shpërftyruar të tij. Por ka lidhje me miliarda euro të cilët ju vodhen qytetarëve shqiptar gjatë këtyre viteve dhe dosjet të cilave i mbylli Don Sallaku. Ka lidhje me vrasjet në mesnat të tipeve me mafioze tek Kadriovski dhe Stërkadriovski, vetëm për të marrë paratë e drogës. Ka lidhje me Kuqot dhe Stërkuqot, me krimet e cilit dhe paratë e krimet e cilit u morën mandate dhe u sollën në këtë parlament. Qesh, po i bindur t'jeshti që asgjë s'do i pengoj këtë popull të vujtur pa vendos shtetin ligjor, pa i vendosur në bankën e bardave të gjitha ata të cilët i bën gjëmen vitet të tëra. Këto janë të pashmangshme. Mund të zgërdhi të qeshti të knaqi për copën e imunitetit, por u garantoj se s'do mund të përdorni për kohë të gjatë. Zoti Majku Ululi do kthehen përgjigje se më ke pa pyetje. Se pas një pas vërtet jo për pyetjet, nuk keni pas pyetje? Për çfarë flisni? Olo aty te. Olo aty. Dhe pritë seanca. Do më lejë dhe bëron të përjashtoj. Po, unë e përjashtoj. Seanca është nërprej, media ju lutem. Seanca është nërprej. Media ju lutem është nërprej seanca, për nyshe...